brenda binaritetit burr-grua, nëse gjinia përcaktohet si konstrukt social, ti ke të paktën 5 deri në 7 gjini. Më përpara se të bëjë ky ndryshimi të shtojë fjala burr-grua, ishte e hapur dera për 72 gjini. Po mirë po u ndryshuan, se unë i bëra qartë ndryshimin. Ja ka lënë hapur derën për të paktën 7 gjini, dhe këto 7 gjini unë t'i shpjegoj tani se çfarë janë. Është burr-grua, është transgjinor, është një burr që ndihet grua, dhe vishet si grua. Këtu kemi shprehjen gjinore, dhe shpreha gjinore thot përkufizohet si mënyrë e manifestimit të identitetit gjinor përmes veshjes, të folurit dhe sjelljes dhe perceptimit nga të tjerët. Kështu që ke transgjinorit, ke transseksualin, një person që ndryshon organet gjinitale, një burr që bëhet grua duke bërë operacione, ke fluidin që në mëngjes ndihet burr dhe në darkë ndihet grua, ke gjinin e shumëfisht edhe burr dhe grua, dhe ke dhe aseksualin, as burr as grua. Kështu që brenda këtij binariteti me këtë definicion të gjinis, për kufizim të gjinis, kemi të paktën 7 gjini. 5 ose 7 gjini. E kuptoj. Pepa. Po, urdhroni. Pra, në këndvështrimin tuaj, sa qëndrojnë këto pretendimet të zonjës Pano? Më vjen keq, po unë nuk i dëgjova dot pretendimet e zonjës Pano, ka ndoshta një problem teknik, por unë mund të them atë që mendojmë ne si organizata të drejtave të njerëzit dhe organizatave të grave për këtë ligj. Unë nuk e dëgjoj. Ne mbështesim shumë. Ja, tani do ta dëgjoni, po, sepse ka një problem, do ta dëgjoni njëra tjetrën, po ke drejt. Po, zonja Pepa mund të vazhdosh derisa të krijohet lidhja. Po. Ky ligj në fakt garanton ose mundohet garantoj me kornizat që ka ky ligj edhe me limitet e veta, barazinë mes grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. Gjëra shumë të rëndësishme që prek ky ligj janë gratë rurale ose gratë që punojnë në bujqësi, për shembull, që janë një ndër grupet më të pak kompensuara dhe më të pak të njohura për punën e tyre në bujqësi. Ndalon diskriminimin në punë, ndalon diskriminimin në kulturë, në art, në shëndetësi, dhe sidomos ofron edhe mbrojtje më të shtuar për viktimat e dhunës në familje dhe viktimat e dhunës digjitale. Ka disa nene, unë kam dëgjuar më parë pretendimet e këtyre grupeve që e quajnë veten pro familjes dhe thonë që ky ligj në fakt shkatron familjen shqiptare. Kjo është tërësisht e pavërtet. Janë disa nene dhe unë mund t'i rendis, është neni 9, neni 30, neni 32 dhe neni 29, të cilat në këtë ligj forcojnë dhe tentojnë të mbrojnë familjen shqiptare. Tentojnë të mbrojnë nënat nga heqja nga puna në momentin që ato ngelen shtatzan, tentojnë të mbrojnë nënat dhe baballarët të cilën duhet përkujdesen për fëmijët e tyre, edhe në rastet kur ata janë smur ose janë të vegjël. Ky ligj gjithashtu një punën e përkujdesjes së papaguar, e cila në gjithë botën, por sidomos në Shqipëri, ndodh nga gratë, pra bëhet nga gratë, kështu që ne mendojmë që ky është një ligj shumë i mirë, i cili do të çojë përpara barazinë gjinore në Shqipëri, do të fuqizojë rolin e gruas në shoqëri. Dhe ky ligj jo vetëm që është në alignment me të gjitha konventat europiane dhe me atë procesin e integrimit që ne duam të bëjmë BE, por kjo nuk është më e rëndësishme për ne. Më e rëndësishme për ne është fakti që me këtë ligj gratë dhe burrat do të kenë mundësi dhe barazi gjinore. Pra, ju siguroni që këtu nuk bëhet fjalë për ndryshim gjinie. Pra, vetëm për këto që ju thatë. Ky ligj njeh vetëm 2 gjini, një burrin dhe gruan. Nuk ka asnjë gjini tjetër në këtë ligj. E qartë, mirë, shkojmë pak se na është bashkuar Don Pashka.